E vërteta është se pavarësisht se ky parlament në mënyrë absolute nuk përfaqëson vullnetin e qytetarëve shqiptar, Bashkimi Evropian proces të integrimit në krye të radhës përcaktoi dy detyra më kryesore: reformën gjithëpërfshirëse zgjedhore, reformën gjithëpërfshirëse territoriale. Të bindur se me Edi Ramën ka vetëm antireform, por në mbështetje të kërkesave të qytetarëve të shumt nga mbar territori i vendit, në mbështetje të përpjekjeve tona për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, ne morëm pjesë në dy grupet e ngritura për këto reforma themelore. Çfarë ndodh? Grup me një kusht të vetëm, por reformën zgjedhore të merret ekspertiza e ODIHR-it, por reformën territoriale të merret ekspertiza e Kongresit të autoriteteve lokale rajonale të Këshillit të Europës. E vërteta është që përfaqësuesit e opozitës në këtë komisione kanë dhënë një kontribut shumë të çmuar, por mbi të gjitha kanë qenë zëdhënës të interesave të qytetarëve. Qeveria e Konfederatës Helvetike, por dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Tiranë, kanë treguar mbështetje të plot dhe interes të madh për këto dy reforma. Papritmas, Edi Rama tërhiqet de facto nga reforma territoriale dhe mbyll procesin duke vazhduar projektin e tij të shpopullimit të plot të mëtejshëm të Shqipërisë. Ka Përfundoni ju lutem. 25 bashki nga Konispoli në Krum, në të gjithë territorin e vendit. Dhe kjo përbën një praktik të qartë të shpopullimi. Ndaj edhe unë jam sot këtu për t'ju drejtuar qytetarëve shqiptarë, ngriur në këmbë, për të mbrojtur interesat jetike të komuniteteve tuaja. Një protest qytetare e pa shembull në 30 vite mlidhet çdo natë në rrugë dhe sheshtë e Tiranës. Bashkohuni kësaj proteste për të mbrojtur interesat më jetike të komuniteteve tuaja nga një politik. Faleminderit zoti Berisha. Përfundoi koha. Çfarë mbylli? Mori edhe 1 minutë më tepër, e mbylli. Bëuni pak më pozitiv. Faleminderit. Zoti Tauland Balla, procedurë.
Është e nevojshme të sqarohet opinioni publik mbi një dezinformim tjetër që sapo u kry në këtë sallë lidhur me një reformë të rëndësishme, sikurse është çdo lloj reforme që ka për synim përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Komisioni posaçëm i reformës administrative territoriale, duhet ta themi, ka bërë një punë tepër të lavdrueshme. Dua t'i falenderoj të gjithë anëtarët e komisionit, qofshin ata të grupit parlamentar të Partisë Socialiste apo të Partisë Demokratike. Është punuar për muaj dhe jemi në momentin që në konferencën e kryetarëve, sepse ju e keni parlamentin si shkollë nate, vini kur ju teket, ikni kur ju teket, po këtu ka një proces. Në konferencën e kryetarëve kemi pasur një diskutim të qëndësishëm javën e kaluar. Kemi vlerësuar punën e komisionit, punën e bashkëkryetarëve. Nuk pati një kërkesë të dakordsuar nga bashkëkryetarët për zgjatjen e afatit. Nuk erdhi nga komisioni një kërkesë dhe personi që sapo gënjeu këtu duhet ta di që në komisionin tjetër, atë të reformës zgjedhore, zoti Bylykbashi dhe zoti Gjiknuri sollën kërkesën. Komisionit nuk solli një kërkesë, edhe të njëanshme nga ju. E përpasoj, jemi në kushtet që komisioni e ka mbaruar aktivitetin. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk parashikuam një instrument që të vihet në seancë plenare dhe të sillen raportet. Bujrum, sillni ju raportin tuaj, zoti Mazniku dhe deputetët e Partisë Socialiste të sillin raportin e tyre, dhe gjithë e dim që nuk ka në datë 23 nuk do të ketë një votim, sepse nuk mund të ketë një votim, do të ketë e para një raportim, mbi bazën e atij raportit, pastaj ka një proces i cili i përfshin komunitetet, dhe këtu duhet i sqaroj gjithë ato komunitete që kanë lexuar lajmet rreme. U tha këtu Kruma, Bashkia Has pra, jo Kruma. Bashkia Has nuk preket, sepse gjithë e dim është një zonë me një tradit, edhe Mirdita e madhe u preka, Mirdita e madhe nga thashe themet që e pasa ngrën dhe goni thashe themet. Tani, një sekund, po s'kam si, e para është që duhet mësosh. E para është që ka një proces. Procesi fillon me raportin. Raporti i kësaj... Përfundoni ju lutem. Ta mbaroj 10 sekonda ju lutem zoti kryetar, se është një çështje me rëndësi. Kështu që për të gjitha ato, procesi involvon komisionin e çështjeve ligjore më pas, pasi të ke kaluar 60 ditë që detyron ligji për konsultën nga komisionet, në shtator do të kemi përsëri kohë për diskutuar, kështu që qetësojeni shpirtrat, ktheuni prapë, vazhdoni pushimet, se mos keni ardhur për këtë çështje, po që se keni ardhur për këtë, nuk ka votim ditën e njëjtë, ikni, vazhdoni pushimet, kur të vini prapë, flasim prapë shtator. Faleminderit. Zoti Sali Berisha, replik. Replik. E vërteta është krejt tjetër. Zoti Boçi, i cili do të flasë, ka bërë përpjekjet më maksimale, direkt me Maznikun apo Pengun, por edhe me përfaqësues të tjerë të cilët janë të angazhuar të mbështesin këtë proces. E vërteta është se pat një ujdi midis tyre për të zgjatur afatin e komisionit. Sikundër, kushti për të marrë ekspertizën e Kongresit të autoriteteve rajonale dhe lokale të Këshillit të Europës është për ne
i pa negociueshëm dhe është rënë dakord që në fillim. Pra, ishte Edi Rama i cili urdhëroi pengun e tij të veproj krejtësisht në mënyrë të njëanshme. Projekti i diskutuar nga ju shkurton edhe 20 të paktën 20 bashki të tjera të shpërndara në të gjithë vendin, e them dhe një herë, nga Kruja, Fusharsi, Mirdita, Gjerë në Konispol, Delvin, Finiq dhe tjerë. Dhe me qenë se dikush citoj këtu Delvinën dhe kryetarin e saj, ju themun ju se Dhurim Alimani ishte një nga qeveritarët vendor Përfundoni, lutem. që kishte Shqipëria. Ndaj dhe ata që përdorin emra duhet të maten mirë kur përmendin emrin e një qeveritari vendor shembullor siç ishte i ndjeri Dhurim Alimani. Kaq. Zoti Bido, replik. Ju referua zoti Berisha? Ju referua, po. Ju referua fjalës së zotit Bido, ju lutem. Doktor, për dhe përmendi mua që ju referova Bashkisë së Delvinës. Ju lutem ta dëgjojmë kolegun. Ta dëgjojmë kolegun, ju lutem. Doktor, e vërteta është që të paktën kur flitet për Delvinjote dhe për Sarandiote dhe për Konispolat, unë asnjëherë nuk kam fjalë të këqija për të thënë, qoftë për të ndjerin Dhurim Alinani, i cili i përkiste Partisë Demokratike, por që ka qenë një kryetar Bashkie i Delvinës, i nderuar dhe i respektuar. Dhurim Alinani ka qenë 2 herë kryetar Bashkie dhe është zgjedhur me votat e Delvinjotëve, kështu që s'ka si t'i vidhen votat. Prandaj këto lloj përçarjeje besoj se janë të paventa. I thash pak më parë një kolege e këtu në lidhje me reformën territoriale të kaluar. Në fakt ata hartë e kishit bërë ju dhe ata hartë e kishit të fshehur që fatmirësisht nuk e shfaqet kur edhe nuk u bë kur pjesë e debatit publik, sepse Partia Socialiste patjetër do ta i the poshtë. Një hartë në të cilën Delvina zgjerohej në ato përmasa sa që asnjë Delvinjos do të zgjidhej dot kryetar, që minoriteti do të kishte dot kryetar, e që Konispol do të kishte kryetar minoritar. Këto lloj hartash përçarse nuk janë sot pjesë e debatit, fal Partisë Socialiste. Nuk kanë qenë as 10 vite më parë dhe as sot. Thatë për herë të dytë një gënjeshtër. Ju po gënjeni. Konispoli, Bashkia e Mbetur e Çamërisë, Delvina, një territor me traditë edhe me histori, Finiqi, një përfaqësim i denjëtetshëm i minoritetit, nuk preken në reformën territoriale. Faleminderit, zonja Zegjine Çaushi. Replik. Mbaroj një herë, pastaj replikën. Për çfarë replik?